Përshëndetje, rikthehemi sot në një tjetër episod Koha për të folur. Dhe bashkë me ne në studio është Samantha Duro. Përshëndetje. E cila studion për arkitekturë. Po. Gëzohem shumë që të kam sot. Gjithashtu. Tema që do flasim sot është e bukur dhe është interesante. Mendoj që për ty është tema jote e zemrës. Po, patjetër. Kështu që unë do të bëj pyetjen e parë. Po futem drejt në temë. Yes. Si mendon se besimi yt i krishterë ndikon në mënyrën si e sheh ose e kupton arkitekturën? Për mua, që kur fillova shkollën në fakt, kam pasur si të themi një lloj komunikimi me Perëndin për të bërë projektet, për të nisur një ide, për të nisur edhe një propozim po ashtu, por mënyra gjithashtu se si e shoh gjithë botën ose edhe një ndërtesë ose edhe vetëm dhomat i shoh jo vetëm si një hapësirë me funksion, por edhe një hapësirë se si mund të përcjell paqe, si mund të ftojmë Perëndin akoma më lehtë, mund ta ndjejmë atë, duhen është diçka shumë e lezetshme në mendjen time. Është ajo bota jote që ti mendon, është ai arti jot në thonjza. E vërtet, po. Që ti i skanon gjërat si duhet të jenë. Exactly. Edhe ti po më thuaj që në fillim un kam dashur ta bëj këtë rrugtim me Perëndin. Po. Dhe a ka ndodhur një rast të bëj një pyetje, që ke qenë në një dhomë, ke skanuar dhomën, edhe ke thënë nëse do ta kisha unë në dorë, do ta bëja këtë dhomë në këtë farë mënyrë dhe do të ishte një ambient për takim të rinj, ose të punon mendja për kish, ose një dhomë podcasti siç jemi ne të dyja tani. Të ka ndodhur ndonjëherë? E vërtet, po, në fakt, sidomos me kishën që jam tani, për shembull, Skanon dhoma, skanoj gjithçka, domethënë si mund ta bëj këtë, si mund të jetë pjesa e projektorit, si mund të jetë pjesa e bandës, e adhurimit, çfarë mund të vendosim, si mund t'i vendosim hapësirat sa më bukur ose edhe karriget gjithashtu, orientimin e tyre është për mua domethënë është si një diçka që është loading all the time në si kaset që vetëm vazhdon. E vërtet, por ne edhe kur kemi qenë bashkë, ti je person që do t'i ke gjërat e sistemuara dhe të organizuara. Po. Ne ecim shumë mirë ne të dyja për këtë temë bashkë, merremi vesh, edhe gjithmonë ishim ka rregullo këtë, jo se s'më pëlqen aty, do e vej këtu se këtu është bukur. Kështu që mund ta imagjinoj që truri jot punon vazhdimisht për këtë, prisë do e rregulloj, do e gjej. Yeah, exactly. Si mund ta gjej më të mirën. Më të mirën. Me që po flasim për si mund të gjesh më të mirën. A mendon që Zoti është arkitekti më i madh, edhe ai në fakt ka gjetur më të mirën? Na kanë bërë në mënyrë perfekte. Po. Këtë gjë e shoh jo vetëm me natyrën ose botën që ai ka krijuar ose krijesa, domethënë vetëm të imagjinosh se sa shumë krijesa mund të ketë në botë, domethënë të ikën mendja. Vërtet. Ka shumë. Dhe një gjë tjetër që më pëlqen është un jam obsessed me sunsets. Okay. Domethënë i pëlqej aq shumë, edhe dritarja ime në dhomën e gjumit është fiks aty ku bie perëndimi dhe çdo ditë ose çdo natë kur vjen domethënë mahnite me mënyrën se është si një pikturë, sikur Zoti e ngjyen me bojë qiellin. Dhe pikturon në mënyrë shumë të bukur, po. Yeah, love. Por edhe unë ta shoh se sa i mahnite më saktë se si na ka krijuar dhe neve si njerëz, mënyrën se si mendojmë, ose dhe vetëm trupin për shkak se kam bërë edhe biologji në matur, është diçka që më mahnit, mënyra se si venat kalojnë ose zemra pompon ose çdo gjë ka rrjedhoj ose një arsye pse ndodh diçka. Për mua është, nuk e di, habitem. Çdo gjë shumë e kalkuluar, çdo gjë shumë e menduar deri në detaj. Po. A të kishte pëlqyer biologjia? Të pëlqeu? Të vërtetë. Për maturantët që kemi që na dëgjojnë, nuk të pëlqeu. Disa prej tyre kanë në provime biologji, kështu që do të lutemi për ta që t'ja dalin në ban. Patjetër. Do të lutemi. Si do të dukej për ty një ndërtesë që frymëzon paqe dhe dashuri sipas një vizioni të krishterë? A ka një pamje specifike në mendjen tënde? Pamjen më shumë do e mendoja me like incorporated with materiale të ndryshme, për shembull mund të jetë gold, mund të jetë e bardha, mund të jetë bezha, mund të jetë druri si material, mund të jetë një fasadë e madhe e lartë ose mund të jetë vetëm një godinë shumë e gjerë, por do e shifja në mendjen time me shumë dritë, ku
në xham, domethënë dritaret janë shumë të hapura ku drita mund të futet, mund të ndjesh sikur je dhe brenda dhe jashtë kur je në një dhomë. Më shumë do e shihja nga ana funksionale se sa nga ana se si duket edhe fasada ose ndërtesa. A të shkon në mendje ose të shkojnë në mendje gjërat mbretërore? Po. Purple, not that much. Jo dha shumë, po. Jo dha shumë. Ka tendencë ta mbylli pak dhomën dhe bën të duket pak pak shumë e mbyllur. Shumë e mbyllur. Zakonisht ton bluja e bardha, bezha, domethënë gjërat e tokës. Yes, gjërat e tokës si themi ne. Ulliri, dritarë të mëdhaja. Po. Unë kam shumë qejf dritarë të mëdhaja. Same, edhe unë. Dritarë të mëdhaja shandanët. I kam shumë qejf dhe më pëlqejnë godinat që kanë tavanin e lartë. Po, edhe mua. Krijojnë një atmosferë shumë projektet e mia janë me dykate ose më shumë. Po. Dhe krijojnë një atmosferë shumë, kam përshtypjen që dhe muzika kur luhet në ato ambiente ka një farlloj ekoje, ka një farlloj krijon një tjetër atmosferë, se krijon zakonisht një vend i mbyllur ose një vend i vogël. Po një ndërtesë që frymëzon paqe ose dashuri sipas një vizioni të krishterë, si do dukej për ty? Mund të ma përshkruash çfarë të vjen në mendje tani atë vizionin tënd? Për një ndërtesë që ka paqe dhe dashuri, mund të thoja një ndërtesë ku ka patjetër shumë hapësira, ku mund të përdoren për fëmijët, për të rinjt, mund të bëjnë takime, ku do kishte edhe shumë karige, domethënë karige për njerëz, për njerëz është shumë e rëndësishme. Ngjyra të ndryshme, ngjyrë ulliri, ngjyrë e kuqe ndoshta në të rozë, në diçka të tillë që edhe e bën të pjesëtarët që do vinë shumë të pranuar ose shumë të ftuar në të ndjen më të mirë këpritur. Yes, exactly. Po. Është shumë bukur kur për shembull shkon në kish, mua më pëlqen shumë edhe sheh fëmijët që varpojnë, edhe që qeshin, edhe sheh të rinj duke bërë muhabet, edhe sheh nënat edhe gjyshat që janë ulur dhe flasin për një temë të caktuar, edhe janë ulur në atë cepin e tyre të vendit. Edhe prandaj mendoj që kur the fëmijët është për mua të paktën personalisht mendoj, okay, dashuri dhe paqe, sepse fëmijët kanë shumë dashuri për të dhënë. Paqe po ndonjëherë edhe zhurmë. Shumicën e kohës ka dhe zhurmë. Lejohet ajo. Po ta aty u lejohet. Po. A ishte vështirë për ty të vazhdoje këtë rrugë në fillim? Kur e more vendimin që unë do vazhdoj për arkitekte, do i futem kësaj pune me kokë, domethënë, a ishte vështirë në fillim, a patë sfida? Unë në fakt nuk doja të vazhdoja për arkitekturë. Kisha big no, domethënë këtë kemi një spoiler. Këtë kemi një. Këtë di vetëm ne. Po. Edhe ju shikoni na shifni. Unë në fakt doja të zgjidhja diçka në lidhje me artin, por nuk e dija dhe aq mirë çfarë. Por dhe piktura, domethënë kur pikturoja, e kisha shumë bezdi të më thoje, okay, tani do bësh një pikturë. Hate it. Doja të bëja unë gjën time, të frymëzimin që kisha. Doja të më vi sipas ndjesive të mia, domethënë nëse jam happy do e bëj. Nëse nuk jam happy ose nëse nuk e ndjej nuk dua ta bëj. Dhe shumë prej artistëve ashtu janë edhe tani. Por është shumë e vështirë të jesh predictable edhe domethënë gjatë gjithë kohës sistematike në një gjë. Dhe thash pse jo arkitektura që ka detaje dhe unë jam shumë detajiste në gjëra të ndryshme. Pse jo detaje, është e logjikshme, dhe që e vogël, dhomën time sidomos, unë të vinte ora 11 e natës, lëvizja mobiljet, është e mami çfarë më bën? Komshit, të lutem komshit. Po. Edhe ishte, domethënë thash, më fal që po të ndërpres, a ke pasur ndonjë komshi poshtë të gjuante me kështu, me shkop ose me fshat? Kishe lart. Po. Unë kam edhe shoqen time të ngushtë lart edhe gjithmonë më merrte në telefon. Sa ma ta pushosh të lutem. Po, është mendoj se është dega që më përshtatet kaq shumë edhe them faleminderit o Zot që e kam zgjedhur. Shkon shumë në profilin tënd si deg. Ashtu? Po, shkon shumë. Edhe në fakt është shumë të drejtë kur thua që janë me frymëzim, domethënë si të vi, unë e dalloj veten që ndonjëherë kur kam qejf të pikturoj, të skicoj, po nuk pata frymëzim për ta bërë, duke qenë se nuk e kam bërë shpesh, nuk e bëj. Nuk një pemë nuk ta vizatoj dot nga fillimi deri në fund. Ndërsa kur dihem e motivuar e frymëzuar, jam shumë e vullnetshme të bëj
Po. Çat më doj mua qefi, domethënë të frymëzojmë hap Pinterestin dhe shikoj a ka ndonjë gjë të bukur. A Pinteresti është i rëndësishëm, a ka ndonjë gjë të bukur, ndonjë gjë që më pëlqen. Ndërsa kur jam pa frymëzim, themi ne pa motivim, një pemë nuk ta çoj dot nga fillimi, është shumë për mua. Është shumë, kështu që jam shumë dakord me këtë gjë që ti thua. Po. Ti kishe shoqen e ngushtë sipër, ndërsa unë kam pasur një burrë të moshuar që vinte më takonte te ascensori, sepse unë i bija violinës, po unë kam shef i bi violinës natën, por është shefi im, por nuk i kam rënë kurrë natën, sepse kisha hall mos pengoja komshind. Edhe rregulloja gjithmonë oraret që tisha mbas dite, të mos ta kaloj atë orarin e vonë ku flen njerëzit dhe bëja gjërat e tjera më vonë. Dhe vjen dhe më thot, "O Xhax, i thash unë po, shumë bukur, tha, mirë, në rregull i bie ti, po a do ndalosh të rëni më?" E ti që të natë pastaj. Edhe ishte një moment që thash, nuk dia ti thoja faleminderit, ti thoja më fal nuk i bie më. Edhe që atëherë jam përpjekur të mbyll gjërat shumë më herët, se për ndryshe nuk duhet rregulluar me fshinjët oraret. Duhet rregulluar fshinjja, shumë të rëndësishëm. Po. A të ka ndodhur ndonjëherë që ti kesh marrë një frymëzim, ti më the që edhe pikturon, që të kesh marrë një frymëzim, për shembull kur del në balkon, unë kam marrë frymëzime kur dal në balkon, se shoh perëndimin me njëherë. E ke në balkon? E kam në balkon, edhe të shofësh ndonjë person që kalon rrugës ose ndonjë komshi ose ndonjë fëmijë që luan dhe thuash, kam një ide për një projekt të ri, ose kam një ide për një pikturë të re. Unë e kam fiks tavolinën të dritarja. Edhe për mua është shumë e lehtë domethënë të shoh qiellin, të shoh sunset, perëndimin. Po në fakt kam pasur një projekt, e më çalonde. Edhe po shikoja disa zogj që po lëviznin, domethënë po lëviznin, po fluturonin. Edhe më erdhi një mendim shumë i çuditshëm. Thash pse jo, okay, le të bëj diçka të tillë ku frymëzimi ishte si një rrymë që merr ndërtesa sipas mënyrës se si fluturojnë zogjt. Dhe ishte shumë ide e pëlqyer gjithashtu edhe nga pedagogët, dhe thash nice. Është interesante në fakt si ide. Mendoj që mund të ketë ka një të ardhmë si ide artistike, është e bukur, sidomos që pallatet janë jo unison. Kemi çik problem këtu në Tiranë. E vërtet, nuk e dim ku do e ndërtojmë. Po, e vërtet. Nuk e dim. Por me që ti po flisje për frymëzimin. A mendon se Zoti frymëzon dhe në mënyrën se si ne ndërtojmë dhe krijojmë? Po. Unë le të themi çdo projekt që kam bër, e kam marrë me stres, sepse thoja profesor po na kërkojnë këtë, janë gjithë ato gjëra, e kërkojnë abstrakte, e kërkojnë të çuditshme, kërkojnë unitet në ato gjërat, kërkojnë si të thuash ta korporosh sa më bukur, një ndërthurje të bukur. E thoja nga ta gjejmë. Dhe çdo herë para se të nisja, para se të ulesha në tavolinë, thoja, Zot, të lutem, dua të më ndihmosh sepse nuk e di se si mund të ta bëj këtë gjë. Dhe çdo herë ai më ka dhënë një lloj frymëzimi dhe një lloj ide shumë të bukura, shumë interesante, gjithashtu shumë kreative. Se Zoti vetë i ka bërë, domethënë, le të thuash, i ka dhënë ide të tjerëve dhe ata e kanë bërë. Dhe për mua është një bekim që mundem të jem në një lloj bashkëbisedimi me Perëndim për të frymëzuar gjithashtu. Edhe është shumë të drejtë. A ke pasur një moment që Zoti ti ka folur edhe të ka treguar një gjë dhe ti e ke ditë që në atë moment që ky Zoti më dha atë green light, edhe tani e di që kjo është nga Zoti, sa e bukur një ide. Kam një. Jo për ide, po kam një gjë. Në vit të parë kam pasur një projekt ku do të analizoja një ndërtesë. Ndërtesa ishte krijuar nga rich people, domethënë për rich people. Edhe nuk një ndërtesë që ata dhe vetë persona që do jetonin aty ishin arkitekt dhe donin shumë të çuditshme ndërtesën, kishte një lloj funksioni shumë ndryshe dhe nuk gjeja asnjë gjë gjithashtu në internet për të gjetur interierin, sepse duhet të gjeja çfarë funksioni ka çdo hapësirë. Për shembull, kjo hapësira është kuzhina, kjo është tualeti, kjo është dhoma e gjumit. Dhe
nuk dija se si ta bëja. Nuk di si ta gjej. Edhe jam lutur, nuk kam për asnjë gjë atë ditë. Dhe të nesër më kisha dorëzimin. Dhe thash, Zot, të lutem më ndihmo, nuk e di se si do ja bëj. Ti që në ëndër kam parë atë ndërtesë sikur jam futur në shtëpinë e një shoqësime dhe kam parë të gjitha dhomat si duken. Nga kati i parë deri në katin e tretë dhe për mua ishte wow. E ti pse po qesh tani, sepse do të pyesja, a të ka ndodhur një herë që të ka zgjuar Zoti natën në ëndër dhe të ka treguar diçka? Po thash nuk po e pyes një herë, po e pyes në këtë lloj forme. Po ti ma dhe përgjigjen për të dyja pyetjet që kisha unë, megjithëse unë s'ta bëra. Është shumë e bukur për zion Zoti. Edhe vetë pedagogu kishte thënë, po ti nga i gjete këto? Interneti profesor. Kam sa miq. Po, kam një mik andej. Kam një mik andej që më ndihmon, mi bën gjërat. Po. A mendon se ndërtimet moderne po humbin pak atë shpirtin e tyre të ngrohtë? Dhe çfarë do bëje ti ose do ndryshoje ti në qytetin tënd që ti ishte më i ngrohtë, më njerëzor, në mund të them kështu në thonjza? Po dhe jo. Okej. Kjo është një përgjigje interesante. Po, është një pjo. Është një pjo, okej. Mua më pëlqen shumë të udhëtoj, first of all. Domethënë kam shumë qejf të shoh vendet ku arkitektura tregohet që në histori, domethënë që më përpara dhe rrjedhoja si është bërë deri tani. Për shembull, mund të sjellim Pragën në Republika Çeke. Mua më pëlqen shumë Praga. Nuk kam shkuar asnjëherë. Kam shkuar unë. Ke shkuar ti? Yes. Është shumë e bukur dhe shumë vjesht, shumë dimër, shumë mund të shkosh në çdo stin dhe kënaqesh, domethënë në të gjitha. Është një, domethënë në çdo cep të qytetit ti shikon një arkitekturë, një histori, një mënyra se si komuniteti aty ka qenë, sepse tregon histori gjithashtu dhe arkitektura. E vërtet. Praga për mua është si një vend ku do e merja si shembull, domethënë kjo është mënyra e vetme se si mund të shohim arkitekturën në një qytet. Dhe le të marrim qytetin ton tani, Tirana. Ku do të ndërtojnë pallatet e tjera? Ku do ndërtohen? Unë në mëngjes po kaloja për isha nga liçeni artificial dhe pata një mendim kështu, i mendimi i brendshëm nuk e shpreha, thash tani do ndërtojmë pallatet, do ndërtojmë si për brenda liçenit artificial. Tendenca sepse kohët e fundit nuk e di domethënë shumë njerëz e shohin doen pallatet ose ndërtimet si një lloj fitimi, një lloj shpejtësie, domethënë sa më shpejt, sa më fitim. Dhe nuk mendojnë për bukurinë, pamjen, historinë e qytetit, natyrën, sidomos natyrën. Është diçka që po ndikon shumë në qytetin tonë, është shumë e vështirë edhe të shohësh një cop natyre. Ti vetëm mirë që kemi ato pemë në cep të rrugës që na ndihmojnë. Do ishte është betonizuar shumë Tirana. Është e vërtet. Po. Nuk e di a ke qenë ndonjëherë në Vjenë? Jo. Unë nuk kam qenë asnjëherë në Vjenë në fakt, po kam shumë qejf Vjenën. Vjena ka librari shumë të bukura. Dhe unë kam shumë qejf librarit një po dhe ndërtesat e vjetra, muzeumet e mëdha. Do doja shumë këtu në Tiranë, kishte një librari nga këto të bukurat të viteve në 70-10, po dhe të 90, sepse 90-ta ka një retro që i themi ne, po unë jam pak më klasike, i dua pak më të... Jetë 50-ta, 60-ta. Jam andej nga me këto shkallët që vinë rumbullak, edhe me një aromë druri, edhe libra, mua më pëlqen shumë aroma librit. Jam nga ata njerëz që kam qejf ta marr librin, edhe ti marr herë, po. Kjo është një sekret tjetër që e dim vetëm ne. Po, nuk tregohet. Ne që po ndjojmë, edhe që po shohim, që nuk tregohet. Por a do doje të ndërtoje një bibliotek? Do kishe dëshirë? Po të më jepë mundësia, nuk do thoja jo. Do ishte diçka... Do e pranoja direkt. Okay. Yes, sure. Do ja provoja. Do ja provoja. Do ishte një ide shumë e bukur. Dhe më pëlqen shumë mendimet e të tjerëve ose skepticizmi që kanë të tjerë, sepse më ndihmon të kuptoj, çfarë ka nevojë komuniteti në një qytet për të bërë këtë, për ta zgjidhur problemin ose për ta bërë sa më të pranueshme, sa më të bukur nga njerëzit dhe që patjetër do shkonin shumë veta në atë bibliotek. Në vërtet.
në fakt kur ti i bën gjëra të pranueshme dhe të përqyeshme edhe për syrin, tendenca është që njerëzit duan të vinë ta shohin, të jenë aty. Edhe një nga arsyet pse mendoj që është e rëndësishme që them vendet ku ne bëjmë takimet tona, kishat tona, një nga e para duhet të jenë dhe janë të bukura dhe duhet të jenë të bukura sepse ne nderojmë Zotin më pastaj, dhe e dyta sepse ka njerëz që thonë, "Oh, dua të shkoj një herë, është e bukur, ne ftojmë njerëzit." Një bibliotekë e mirë fton lexuesit. Dhe kam përshtypjen që edhe një person që nuk është lexues fare, thjesht i pëlqen ndërtesa dhe thotë do ik një herë në bibliotekë. Po, do e shoh si është. Do e shoh si është, ndoshta i pëlqen, ndoshta i ngjit. Mendoj që njëjta gjë duhet aplikohet edhe me ndërtesat tona. Po. Ne nderojmë Perëndin me gjërat që ne bëjmë edhe me mënyrën se si ne sillemi, por në tjetër kohë të sjellim njerëz brenda, njerëz që e pëlqejnë, njerëz që e vlerësojnë. Po. Nuk e di, një piktor ose një muzikant të futet brenda sepse i pëlqen adhurimi. Një piktor të futet brenda sepse sheh piktura të bukura dhe thotë, "Prit, kush i ka bërë?" Një arkitekt të thotë, "Shoh një ndërtesë, një strukturë interesante, nuk e kam parë më përpara." Kështu që mendoj që kemi vend edhe për të ndërtuar e për të punuar. Jetë njëjtës mendim bashkë me mua? Po, patjetër, po. U kënaqja shumë që të kisha ty sot. Gjithashtu. Ne mund të flasim deri pas nesër bashkë. Kjo është e vërtetë. Ne mund të flasim deri pas nesër. Kështu që ishte bekim që të kishim edhe bekim që kemi të rinj që duan të vazhdojnë për arkitekturë. Mendoj që ka shumë edhe nga ata që po na ndjekin që jo domosdoshmërisht për arkitekturë, po duan të vazhdojnë gjëra të tjera, fusha të tjera, dhe kemi nevojë për gjithë ju, ngado që jeni, për gjithë fushat e ndryshme. Kemi nevojë për muzikë, kemi nevojë për art, kemi nevojë për arkitekturë, kemi nevojë për biologji. Para se ta mbylli do të bëj një pyetje të fundit. Më thuaj. Një pyetje të fundit. A të pëlqejnë piramidat në Egjipt? Të vërtetën. Sepse kemi shumë njerëz që ose i pëlqejnë ose i kanë shumë bezdi sepse thonë nuk e kuptoj strukturën e asaj dhe nuk e kuptoj pse i pëlqejnë kaq shumë, është vetëm një trekëndësh. Të pëlqejnë? Unë do thoja nuk është diçka që më pëlqen. Por është një arkitekturë e pjesë e historisë, nuk i thua dot jo. Dhe gjithë arkitektëve ne na bën, edhe inxhinierëve gjithashtu, na bën shumë kurioz si është ndërtuar. Domethënë kjo është pyetja më e rëndësishme rreth piramidave. Domethënë si është bërë. Shumë ata mund thonë alienët. Me vjen shumë keq, po nuk është kjo përgjigje. Është diçka që shumë kurioze, domethënë na bën shumë kurioz, por që do më pëlqente, jo dhe aq shumë. Do ndërtoj një piramidë tjetër këtu? Mjafton ajo piramida që kemi aty. E kemi bollat. E kemi mirë. Siç edhe ju e dëgjuat, Samantha tha që piramidat nuk janë të preferuarat e mia, po janë, i pranojmë. Po. I pranojmë, nuk e di a i pranoni ju, unë i pranoj, nuk është gjë e preferuar. Më intrigon fakti që ka një dizajn, është në fakt, është gjithë ajo piramidë, nuk e dim si është ndërtuar. Exactly. Po, në të njëjtën mënyrë duket shumë e thjeshtë, po brenda ka shumë pasuri. Në të njëjtën mënyrë jemi dhe disa prej nesh, disa prej jush, ju dukeni shumë normal, dukeni shumë të thjeshtë, ama brenda keni shumë pasuri. Edhe Zoti mezi pret që t'ju nxjerrin pa ato talentat tuaj, siç thash të kemi nevojë për ju. Dua ta përsëris disa herë, dua t'ju motivoj. Edhe bisedës tonë fakti vjen fundi. Unë u gëzova shumë që të kisha në studio sot. Ishte shumë nice. Rikthehemi javës tjetër dhe lutem që të ketë një javë sa më e mirë për ju. Do ju mbajmë në lutje. Po. Do ju mbajmë në lutje dhe faleminderit që na ndoqët deri tani. Mirupafshim.